Në një lagje të qetë, pak të ndriçuar, një shtëpi e vjetër kishte gjithmonë një dritë të ndezur në dritare natën vonë. Ishte llamba e dhomës së nënës, që nuk flinte derisa djali i saj të kthehej nga puna. Djali punonte në ndërimin e natës, shpesh kthehej pas mesnate, i lodhur dhe me sy të rënduar. Ai e dinte që nëna e priste gjithmonë, por i thoshte me butësi: "Mami, mos qëndro zgjuar. Jam mirë. Mos u lodh kot." Por ajo gjithmonë i përgjigjej: "Unë nuk pres vetëm ty në këtë dritë, unë flas me Allahun. I lutem që të kthehesh i sigurt, i paprekur nga asgjë. Unë nuk mund të të ndjek, por dua që ai të ecë para teje." Ai buzëqeshte, shpesh duke mos e kuptuar sa thellë depërtonte ajo lutje. Vite më vonë, kur nëna e tij u nda nga kjo botë, ai kalonte shpesh pranë dritares bosh. Shtëpia dukej më e ftohtë, rruga më e errët. Por zemra e tij nuk ndjente vetëm mungesën, ndjente një dritë të fshehur brenda vetes, një mbrojtje që e ndjente edhe kur askush nuk ishte më aty për ta pritur. Dhe sa herë ndodhej në vështirësi, kujtonte atë llamp të thjeshtë që digjej në dritare. Ajo nuk ishte vetëm dritë, ishte shenja e lutjes së një nëne, që hapte qiellin për të birin çdo natë. Mësimi. Lutja e nënës është si dritë në natë, mund të mos ta shohësh, por të ndriçon udhën. Kur dikush lutet për ty në heshtje, mbështetja më e madhe po ndodh edhe kur ti nuk e di.